Kur jemi te kontrolli te dentisti rutinor, më duhet thjesht një informacion që gjithashtu do të jetë në YouTube edhe njerëzit mund mësojnë prej kësaj videos. Më trego me muaj, domethënë sa herë, domethënë në sa muaj duhet shkojnë një i rritur, edhe në sa muaj duhet shkojnë një fëmijë te kontrolli rutinor normal. Mendoj që tek fëmijët Po, do të filloj prej një sa vjeçar. më herët, sa më herët, edhe dhe me thonë të paktën unë bile e sugjerojmë tek fëmijët, për shembull ta dërgosh fëmin edhe kot. Po. Ta dërgosh, të hijet, tulet e poltroni stomatologjik, ta ambientohet. Me të rriturit, mendoj që 2 javë në vit është ideale. Çdo 6 muaj. Absolutisht, çdo 6 muaj. Thjesht kontroll rutinore të bëhet, ka nevojë ndonjëherë edhe për pastrime, sidomos tek pacientët që konsumojnë apo pinë duhan apo kafe të tepërt, një pastrim i mishrave apo i dhëmbëve të